Fermerët e serave të bashkive Dimal dhe Roskovec janë mbledhur këtë të njëjtën në një protest kundër pikave të grumbullimit të cilat sipas tyre po e marrin prodhimin me çmime nën kosto. Pikat e grumbullimit e grumbullojnë pa faturë tatimore dhe pa çmim. Nuk e vendosin çmimin që mëngjes, është 500 lekë, është 500 lekë. Po e vendosin në darket ose ditën tjetër. Dhe shteti duhet t'i kontrollojë. Domethënë ne kërkojmë që pikat e grumbullimit të kenë tabel. Sot po grumbullojnë domate e kanë 500 lekë. 500 lekë letjet. Ta kenë të gjithë 500 lekë. Po këta i gënjejnë fermerët, u thon çmime të tjera në mëngjes dhe po pagojnë me çmim tjetër në darket. Se në mëngjes ton 700 lekë, në darket çojnë 500 lekë. Ditën tjetër e ke 1000 lekë. Pa rregull fare, nuk mirret vesh. Të revoltuar nga situata, fermerët pohojnë se vinë nga një sezon i vështirë përmbytjesh, ku nuk kanë përfituar asnjë dëmshpërblim, ndërsa përballë situatës aktuale të çmimeve të ulta, kërkojnë një zëri ndërhyrjen e menjëhershme të shtetit për të rregulluar tregun. Përmbytet po se më përmbytet vetë 3 hektarë gjys lagër. Dhe akoma s'kemi marrë dëmshpërblim që të mbjellin prap. Unë e kam lënë atje tokën. As e kam kap fare me dorë. Po mora do hes, mora s'kam çaj. Shteti e ka shumë të kollajshme. Kapin doganat. Ka pas mbrëm pika këtu që kanë zi me 55 cent. Jashtë. Ku i gjeti ai me 55 cent? Kam 4 dëlym. Edhe vëresht e mandarina gjëra. Erdhi komisioni, eri pura asnjë lloj shpërblimi. Ka vajtur te boti atje me të shkruar prap. Ma prurë ka me miell prap për shtyti. Prap doli edhe i ndall glumi. E çuan digën në nga ishi. Ne çfarë do bëjmë tani, jemi në hall. Sipas tyre janë 500 hektarë të kultivuar me prodhime të stinës, të cilët shkojnë kryesisht për eksport që mbajnë gjallë ekonominë e fermerëve. Ata paralajmërojnë se kjo është vetëm një fazë e parë e reagimit të tyre dhe në mungesë të zgjidhjes protestat do të përshkallëzohen në ditët në vijim.